Duke filluar nga 10 gushti i këtij viti, sipas vendimit të komunës së Prizrenit, të gjitha varimet e reja tashmë do të zhvillohen në varrezat e reja në afërsitë e Landovicës, për shkak të mungesës së hapësirave të lira në varrezat e qytetit dhe ato të lagjit Arbana. Përfaqësuesit e institucioneve fetare e kanë cilësuar këtë vendim si një masë të domosdoshme për të garantuar një proces të rregullt, të sigurt dhe dinjitos të varimeve, duke kërkuar mirëkuptim dhe bashkëpunim nga qytetarët. Kryeimami i Këshillit të Bashkisisë Islame në Prizren, Orhan Bislimaj, theksoi se punonjësit përgjegjës janë përballur së fundmi vazhdimisht me pretendime për vende të rezervuara, mosmarrveshje mes familjarëve dhe presione që kanë krijuar rrezik për konflikte dhe pasoja juridike. Ai bëri të ditur gjithashtu se sot për herë të parë pas marrjes së vendimit do të zhvillohen 2 ceremoni varimi në lokacionin e ri të varrezave, duke shtuar se procedurat vazhdojnë të jenë të njëjta. Na si Këshilli i Bashkisë Islame i Prizrenit këtë vendim e kemi mirëpritur. Se thonë drejtën, deri me tani, sidomos në këtë dekadën e fundit, jemi përballë me shumë ankesa prej qytetarëve, për shkak se s'ka pas vend. Në varrezat e vjetra nuk kanë mundur me gjetë një hapësirë ku me varroz familjarën e tyre. Pastaj ka pas edhe probleme të natyre familjare, ku dikush e ka rezervu një hapësirë për një të afërm, pastaj konflikt mes vëllezërve, mes kushërinjve. Tash me varrezat e reja, le të shpresojmë që disa probleme serioze që kanë qenë në varrezat e vjetra nuk do t'i kemi tashmë këtu. Është përpiluar një rregullore dhe në përpilimin e asaj rregullore na i kemi dhënë edhe si Bashki Islame mendimet e tona, vërejtjet, sugjerimet që duhet t'i respektojnë, sidomos në ato që kanë të bëjnë me aspektet fetare islame. Në pjesën ndërmuese të tyre janë respektuar nga Kuvendi Komunal i Prizrenit. Le të shpresojmë që edhe në zbatim do të ndodhin këto. Po sot i kemi 2 raste të vdekjeve që do të varrosen në varrezat e reja në afërsitë e Landovicës. Le të shpresojmë që çdo gjë do të shkojë mbar, edhe trajtimi ndaj të vdekjeve tonë të jetë me dinjitet. Vendimi u prit pozitivisht edhe nga meshtari katolik Don Shanzefi, mirë po për dallim nga besimtarët musliman, ai theksoi se në varrezat e besimtarëve katolik në qytet ka hapësira të mjaftueshme edhe për një kohë të gjatë. Megjithatë, meshtari shtoi se qytetarët kanë të drejtën dhe mundësinë të zgjedhin për vendin ku ata duan të varrosen. Dhe mendoj se është një qëllim i mirë, ka marrë pjesë gjithashtu edhe atë dhe kam parë edhe projektin. Unë mund të them se përpara një herë bëhet e projektuar varrezat. Ashtu si që ka hisi që themi një tradit. Kështu që nga ona jonë, nga ona komunitetit katolik, e famullisë e Prizrenit, nuk kemi vërejtjet. Përveç se ne tash për tash kemi vend të mjaftueshëm në varrezat e qytetit tonë në Prizren dhe mendoj se për disa dekada ka vend të mjaftueshëm. Aq më tepër, kur dihet se shumë prej besimtarëve tanë, shumë katolik tonë në Prizren, do të thotë i kanë varrezat e përbashkëta dhe përpara i kanë drejtë se që ku do të futen aty përmenda. Me vjen mirë që është marrë ky vendim, pasi që, si që dim, kemi bërë shumë pengesa në komunikacion. Sigurisht se unë do të takohem edhe me kryetarin, përveç që do të uroj që është realizuar ky projekt, do të kërkoj që për hir të komunitetit katolik kanë kërkuar që edhe një kohë të mbesin këtu, por me këtë nuk do të thotë se ne nuk do të shkojmë një ditë edhe në varrezat atje në pjesën veriore nga Prizreni, nga katedrala, atje afër Landovicës. Është një vend i mrekullueshëm. Bazuar në kërkesat të qytetarëve që të varrosen pranë familjarëve dhe më të dashurve të tyre, kryemami Bislimaj theksoi se kjo nuk është një çështje që duhet shqetësuar, pasi nuk paraqet asnjë problem nga aspekti fetar. Ai shtoi se për lehtësimin e procedurave në vazhdim pritet të ndërtohet edhe një xhami pranë varrezave të reja, ku mund të kryen ritet fetare dhe përgatitja e të ndjerit për varrim. Ndërkësh, sipas tij, ky vendim vlen vetëm për ata që jetojnë brenda qytetit të Prizrenit, ndërsa banorët e fshatrave përreth do të vazhdojnë varimet në lokacione të njëjta pranë vendbanimeve të tyre. Kemi fillu pak t'i presim disa shqetësime, ankesa prej terrenit, prej xhamatit, sidomos ata të cilët kanë rezervu vende në varrezat e vjetra. Ne u themi që nuk ka nevojë të shqetësohen apo ta marrin me siklet se unë nuk do të mund të varrosem pranë prindërve, pranë vëllezërve, motrave apo farafisit e kështu me radhë. Kjo është një koncept i joni njerëzor, përndryshe nuk ka asnjë problem në aspektin fetar. Feja islame nuk e përkrah këtë garë kush do ta bëjë varrin më të mirë, por e mbështet një rregullim simetrik të varreve.
ashtu siç mendojmë se do të veprohet në varrezat e reja. Funksionalizimi i varrezave të reja në Landovic ishte planifikuar për 21 gusht të këtij viti, por për shkak të urgjencës së krijuar dhe pamundësisë për të vazhduar varimet në lokacionet aktuale, është vendosur që shërbimet të nisin më herët. Ndërkohë, sot u zhvillua edhe njëra nga ceremonitë e para të varimit pas hyrjes në fuqi të vendimit, ku jo dhe lamtumira e fundit një gruaje rreth 70 vjeçare, e cila u varros në lokacionin e ri të përcaktuar për varimet në Prizren.